Mjekët përkulën kokën për të djalë të vogël, arsyeja do t'ju lërë me lot në sy. Ky djalë 11 vjeçar kishte një dëshirë të fundit, një vendim që të rënditi të gjithë, duke përfshirë mjekët e tij. Si rezultat, ata përfunduan duke përkulur kokën para tij ndërsa hynin në dhomë. Mjekët dhe ekipi mjekësor u mblodhën në vit të drejtë, me zemra të ngrira dhe me sy të përlotur. Të gjithë u lën kokën, duke u përkulur me respekt. Vendimi i djalit të ri kishte lënë pa fjalë, ishte një nga veprat më të mëdha të mirësisë, dhe përkulja e kokës për respekt ishte më e pakta që mund të bënin për të treguar vlerësimin e tyre. Të gjithë u përpoqën ta mbanin veten, por ishte një skenë vërtet emocionuese. Pavarësisht se sa e trishtuar ishte situata, prindërit e Long ishin krenar për djalin e tyre dhe zgjedhjen që ai kishte bërë. Ata e panë teksa ai ishte drejtuar me rrota drejt sallës së operacionit, duke kaluar një korridor plot me mjekë që qanin. Ata e dinin se nuk do ta shihnin më, por disi, duke ditur se sakrifica e tij nuk do të ishte e kotë, i ndihmoi të përballonin pikëllimin. Në të vërtetë, ata e kishin përballuar për një kohë. Edhe para se të kishte përfunduar jeta e Long, ata ishin informuar se mjekët nuk mund të bënin asgjë për të. Ata ishin detyruar të jetonin me këtë lajm për javë të tëra. Sprova e djalit të ri filloi një ditë në shkollë, kur ai vuri kokën në tavolinën e tij. Mësuesi i tij e vuri re dhe e pyeti se çfarë nuk shkonte. Long u ankua për dhimbje koke.